Përshëndetje avokat, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A mendoni se situata politike në Shqipëri është orkestruar sot nga faktorë të jashtëm dhe ndikuar? Gjithmonë ka qenë ndikuar nga faktorë të jashtëm. Që kur jemi krijuar si shtet në 1912-ën, edhe sot të kësaj dite, politika shqiptare është gjithmonë e orkestruar nga jashtë. Dirigjentët janë jashtë vendit. Sepse shfrytëzojnë atë mangësinë, defektin që kanë shqiptarët që të gjithë duan të jenë komandant, të gjithë duan të jenë të parë, asnjëri nuk pranon të bëhet ushtar, dhe kjo shkon gjithmonë në interes të huajve dhe në dëmin tonë. Dhe praktikisht këtë po shikojmë dhe po ndjekim ditë për ditë. Soros është duke ju e keni përmendur shpesh në intervistat që bëni, po sa po ndikon Soros në përcaktimin e klasës politike, në agjendat e partisë dhe kozjatjen që kanë pushtetarët? Nuk është një Soros. Soros është një përfaqësues ose një ushtar i bindur i Iluminatit, që edhe i qeverisë në hije, që komandon gjithë botën. Por Sorosi dhe Sorosianët dhe gjithë sorollopi tyre anti-shqiptar shfrytëzojnë faktin që në Shqipëri populli nuk ka nuhatje politike fare, gjikundi, vete pas propagandës bindet shumë kollaj nga që thonë të huajt, nga që komandojnë të huajt, dhe praktikisht politika shqiptare shkon kundër interesave kombëtare. Do marrim rastin e ndikimit dhe të qëndrimit të shtetit grek ndaj Shqipërisë dhe ndaj politikës shqiptare. Politika shqiptare është tërësisht e nënshtruar ndaj grekëve, është tërësisht e nënshtruar. Politika shqiptare ja ka falë gjithçka që intereson Greqisë, ka thënë yes man. Do me thënë, thot populli, greku ga e neve na. Çdo gjë që ka kërkuar ja kemi thënë. Do trajtojmë, nëse keni kohë për ta bërë këtë bisedë, për ta shtjelluar, faktin që kohët e fundit grekët kanë realizuar atë që kanë dashur me kohë ta realizonin, që në 2009-ën, kur negociatori kryesor ishte ai që sot është ministri i jashtëm në Shqipëri, që ta çojnë çështjen e hapësirës detare shqiptare dhe të atë 12 miljen dhe 6 miljen të çojnë në Hag. Ne dim që Haga gjithë jetën na ka dënuar, edhe pse s'kem pasur faj. Kam parasysh këtu incidentin e Korfuzit të 1946-s, në mos gaboj, që fajin kryesor ja hodhën shteti shqiptar, duke quajtur që ato minat dhe anijet angleze u fundosën në pjesën shqiptare të detit. Në fakt, sot në dalka dhe duan të thonë që ajo është pjesë greke. Tani, qofse ka qenë shqiptare, në rregull, në dënove. Tani që thua është greke, ne hiqja të dënim, na kthea ato para që ke marrë dhe jemi në rregull. Pra kanë dy qëndrimin në politikën me Shqipërinë. Si e komentoni ngritjen e Jet Bank, që është banka e parë digjitale në vend? A ka rrezik që të humbin parat njësoj siç ka ndodhur me... Si ma the se ma the anglisht, pa ma thoj shqip. Jet Bank është emri i bankës digjitale që do të hapet në Shqipëri. Po është plani vjetër i Iluminatit për të hequr paran nga qarkullimi, për të mos e komanduar qytetari i lekun e tij, për t'ia komanduar të tjerë dhe kontrolluar sa do prish, ku i prish, pse i prishi. Pra, praktikisht do në heqin atë që është mjeti kryesor i komunikimit ekonomik midis gjithë popujve të botës, paran. Dhe ky nuk është plan vetëm për Shqipërinë, është plan për gjithë botën. Duan ta heqin. Po aferat politike, a mendoni se Rama do të arrestohet dhe para ti kush e ka radhën? Nuk do arrestohet Edi Rama, sepse Edi Ramën e kanë sjellë të tjerë këtu, nuk ka ardhur vetë. Dhe nuk është aftësia ose zotësia e Edi Ramës që mori drejtimin e Partisë Punës Shqipërisë sot në pushtet. Sepse praktikisht e kemi thënë, e themi dhe do ta themi, në pushtet janë komunistë e Enverit. Pra, ata që prunë Enveri në 45-ën në krye të Partisë Shqipërisë, Partisë Komuniste Shqiptare, ata kanë sjellë dhe agjendat dhe pasardhësit e tij sot e kësaj dite.
Dhe praktikisht ne kemi një parti në pushtet që është Partia e Punës, Partia Komuniste e Punës Socialiste e Shqipërisë Rilindas e Demokratike. Pra nuk ka as opozit, as mendim të kundërt. Mendon se Spiro Pali do jetë poli i vërtet i Partisë Socialiste dhe në marrëdhënien që ka tani me Ramën, kush mendon se ka frikë ka? Po më habisni që i jepni rëndësi opozicionit në thonjza të zonjës Spiro Pali. Nuk është opozicion politik, nuk është opozicion moral. Është një opozicion në Personal. Fakt që unë janë prishur interesat midis tyre marrëdhëniet. Mirë them, marrëdhëniet ekonomike edhe morale. Pra nuk ka, do ta vlerësoja atë tash të quajturën rezistencë ose kundërshtim të kësaj të zonjës Spiro Pali, nëse ajo do ngrihej dhe do denonconte dhe do fliste kundër politikës që bën Rama. Që ndjek sot Rama dhe Partia Socialiste. Pra ti kundërvijej si parti Edi Ramës, jo si Edi Ramës, ai si Edi Ramë nuk është asnjë gjë nëse nuk ka këta nga mbrapa. Pra ai është një njësh që janë këto zerot nga mbrapa që e bëjnë të fuqishëm. Sa nuk mund të ishte kurrë i fuqishëm. Sot është protesta e radhës së opozitës. Si e parashikon dhe mendon që Berisha po e bën rolin si kryeopozitar? Është protesta e radhës e partisë Berisha. S'ka opozit, nuk është protestë e opozitës. Është e partisë Berisha. Është loja, tallja që u bën për fat të keq, po edhe mirë u bën nga një anë, ka gjetur kokë dhe vë kapelën. Ish antarëve të partisë ish demokratike, se s'ka më parti demokratike, dhe ai tallet me ta, domethënë nuk bën xhiro në bulevard, thjesht e bën këtë rritin e përjavshëm që të mbetet vetë atje ku është, sepse ai e di që po iku nga kryesia e partisë Berisha, ai vetë në burg. Dhe prandaj them Partia Berisha, s'ka më parti demokratike. Pse nga ana tjetër Partia Demokratike bën zgjedhje, organizon zgjedhje dhe nuk do zgjedhje nga ana tjetër? Tallet me njerëz, tallet fiks, është tamam mjeti më i shkëlqyer për ta mbajtur Edi Ramën në pushtet. Është mjeti më i mirë fare. Sepse praktikisht çka bërë deri tani? Shiko, nuk e kanë kuptuar këta antarët e Partisë Demokratike që ai është një dallkauk dhe një enver i dytë në drejtimin politik, se nga mund nuk i afrohet enverit, po është një enver i dytë në drejtimin e partisë. Pse është enver i dytë? Zgjedhje nuk bën, humbjet i ka të vazhdueshme, statutin nuk e njeh, antarët i komandon ai me një grup të strukturuar që e ka rreth vetes, të cilin e futi dhe në listat e mbyllura. Shpjekje e tij dhe Edi Ramës për të mos hequr pushtetin nga duart e tyre. Pra jemi thjesht në diktaturë. Jo zonjë. Në Shqipëri është vendosur diktatura katërsipërisht me të gjitha elementet e Partisë Punës, me të gjitha elementet naziste, me të gjitha elementet fashiste, me çfarë duash ti. Vetëm demokraci s'ka në Shqipëri dhe vetëm demokraci s'ka për të bërë me këta njerëz, me këtë klasë politike. Këta janë që digjes një lum i shoqërisë shqiptare, i popullit shqiptar, i cili është kapur keq, është nënshtruar, kanë gjetur mënyrat më djallëzore për ta nënshtruar, duke përzënë jashtë vendit ajkën e kombit shqiptar, duke ju marrë pronat, duke i grabitur për të detyruar që t'i keni jashteti dhe kanë ikur. Dhe unë habitem si i kërkoj llogari diasporës shqiptare, duke ditur që diaspora s'ka asnjë faj, asnjë përgjegjësi. Dhe ç'bën ky? Tallen për sy e faqe, sjellin gjasme përfaqësuesit e diasporës shqiptare bëjnë mitingje këtu. Që janë ata që kanë ardhur? Ç'përfaqësojnë? Kush janë? Çfarë aktivitet politik kanë? E vetmja gjë e mirë që bën diaspora shqiptare është që mban Edi Ramën dhe këtë klasë politike në pushtet me remitanca që dërgojnë qandeja. Se nëse nuk do vinë remitancat e atyre, Shqipëria, kjo klasë politike merr fund për 24 orë, përfundon, falimenton. Pra janë ata që mbajnë në pushtet. Tani që kohët e fundit dhe vendi tonë ka vizituar dhe vajza e Trumpit dhe kemi një marrëveshje me SBA-n për gazin e lëngshëm, a mund të themi që Rama i ka rregulluar përfundimisht marrëdhëniet me SBA-n? Jo.
Nuk janë marrëveshje, marrëveshja nuk është me SBA-n, është me Greqinë. Dhe nuk është marrëveshje midis dy shteteve, është marrëveshje që e organizoi dhe orkestroi ajo ambasadorja amerikane me minifund në Greqi, që erdhi me minifund në 12 natës këtu. Pra është në interes grek tërësisht. Kjo është një marrëveshje që sankcionon të drejtën e Greqisë për të shpuar në tokën shqiptare, në shelfin detit jonë në pjesën shqiptare. Kjo është tradhti, është shqitje i interesave kombëtare, dhe këtë Edi Rama është ka i që të shesi, edhe shesi Skënderbej mjafton të qeverisi Surelin. Me nismë Sadushi që u bë përpara burgimit, si të duket njerëz si nismë, dhe a mendon që Veliaj dhe Meta do t'i shpëtojnë tani burgut? Këta do bëjnë gjithçka për të shpëtuar njerëzit e tyre për t'i zgjerë nga burgu, edhe që i kanë futur në burg janë penduar. Sepse ata akoma shpresojnë që të bëjnë atë që duan ata, që nuk po flasë se duhet kishin folur me kohë ata, po ata nuk flasë sepse janë dhe vetë pjesë e kësaj fëllëqësire që është sajuar edhe qeverisë Shqipërisë. Por ne nuk flasin ata. Thjesht do shikojmë nëse u puqen interesat apo nuk u puqen. Nëse është i fortë apo nuk është i fortë Edi Rama për të bërë marifete të tilla. Por praktikisht ai e ashtuqojtur nis me Sokol Sadushit, që është i biri Mali Sadushit, mos gaboj, ish antar i Komitetit Qendror të Partisë Punës. Do prisni ju që të bëj më të korba kur thonë ndej nga anët tona? Jo, asnjë. Thjesht është një shashk e radhës përgjasme për të rregulluar problemet e drejtësisë, po drejtësia në Shqipëri lëngon, dhe drejtësia është faktori themelor numër 1 që mban në pushtet krimin, që mbron krimin. Drejtësia është bashkëpunëtore e krimit në Shqipëri. Kush ka kundërshtime të vijë bëj debat me mua, dakord jemi. Unë jam burri debatit, nuk jam burri konferencave, që të japëm jo. Hajde të ulemi të diskutojmë dhe të shikojmë ku ka arritur drejtësia, ku është. Çfarë po bën praktikisht drejtësia. Edhe për ta përmbyllur, pse po ngecet kaq shumë procesi i integrimit? Shqyr që po ngecet edhe mos u bëft kurrë. Sepse integrimi ishte dënim me vdekje për Shqipërinë. Ta mbajnë mend shqiptarët, këtë që po them sot. Integrimi do të thotë dënim me vdekje për Shqipërinë dhe zhdukje Shqipërisë në harta politike e Evropës. Dhe këtu do bëhet ajo që ka filluar të bëhet, që po sjellin emigrant nga Azia dhe nga Afrika, dhe do shpopullohet nga shqiptarët, siç është shpopulluar deri tani, ka ndikur 2 milion shqiptarë jashtë shtetit që nga 91 deri më sot. Do ikin dhe këta që janë, do vdesim dhe ne që kemi kaluar moshën për të vatur në atë botë, dhe Shqipëria do të mbetet atyre.